Sa më shumë afrohet Malizi drejt Bashkimit Evropian, më shumë rriten tensionet mes Serbisë dhe Malit të Zi. Duket se tashmë Malizi ka dal nga orbita e influencës së Serbisë dhe kjo duket se nuk është e mirëpritur as pak në Serbi. Kjo e fundit madje ka akuzuar Malin e Zi për luftë hibride në Serbi dhe për nxitje të protestave. Për këtë dhe tjera të flasim në vim, kam në lidhje të drejt për drejt Benë Ndonin, gazetar dhe njohës i mirë i zhvillimeve në rajon. Beni, faleminderit shumë që e me ne. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, Maralda. Çfarë po ndodh në marrëdhëniet mes Serbisë dhe Malit të Zi në këtë moment? Besoj që është pak nostalgjia. Ju e dini që në fillim të qershorit, në datën 3, është dita kur ka përfunduar referendumi në para 20 viteve dhe Mali Zi zyrtarisht me rezultatet e referendumit në atë kohë 55%, ka qenë një rezultat i jashtëzakonshëm kur mendon demografinë e tyre, u shkëput nga unioni i Serbi-Mali Zi. Dhe qysh atëherë duke futur brenda dhe kishën, po besoj është një histori jashtëzakonisht e madhe ajo e ndikimit të kishës serbe në Malin e Zi, nuk kanë rreshtur pjesa e ngacmimeve, incidenteve, provokimeve dhe mbi gjitha edhe ndërfutjes së Serbisë brenda vendit. Por në ditët e fundit, autoritetet malazeze arritën të identifikonin gati 80 persona të cilët në kohën e samitit në Tivat do vinin që me parulla pro-serbe që të protestonin atje. Me njerë ndaluan dhe për kundër veprim bija serbe, ju e dini bija është shërbimi inteligjent. Bija tash është shërbimi inteligjent, ishu DB e dikushme. E detyroi të themi pjesën e autoriteteve të protokollit të zotit Vučić që të bënin çmos që ai mos të shkonte në Malin e Zi dhe deri në orën e fundit zoti Vučić nuk duhet të ikte në Tivat, por në fakt pastaj duke thirrur arsyes, duke ditur që Serbia ka nevojë shumë për Bashkimin Evropian, ai shkoi në Tivat, kuptohet, nuk e gjeti asgjë. Por gjithsesi, tensioni u pasqyrua dhe atje. Por më shumë se çdo gjë, duket se tensioni ka marrë jetë sepse në orët e fundit Mali i Zi përgatitet të mbylli dhe kapituj të tjerë dhe ndoshta brenda këtij viti ata kanë mbyllur pjesën më të madhe të kapitujve. Është një histori suksesi e Malit të Zi. Ata janë vendi frontrunner për integrimin e ka humbur influencën Vučić sepse për shembull përmendet edhe Andria Mandić, një nga njerëzit që ishte më afër Vučić, madje shkoi edhe festoi kur Vučić fitoi zgjedhjet, duket se tani nuk po ndihet fare ose ka kuptuar se nuk është se të mbron dot Aleksandar Vučić siç nuk e mbrojti dot as Dodik. Po, keni kapur thelbin fakt, Esmeralda. Ju e dini që zoti Mandić është pjesë e formacionit që është më shumë si ideologji është e djathtë se GS. Janë dukshëm dhe madje edhe në të themi slogani i tyre është slogani për të themi të ardhmen e Malit të Zi, por në paqëtim me Serbinë edhe me Rusinë. Dhe vërtet zoti Mandić parin të kuptoj që me këtë shpejtësi që ka integrim në Bashkimin Evropian i Malit të Zi nuk mund të rrezikoj jetën e tij politike. Dhe besoj që këtë duhet të ketë sqaruar dhe me autoritetet serbe, prandaj është i detyruar të mbajë këtë. Por keni parasysh një element tjetër. Zoti Mandić është kryetari i kuvendit në Malin e Zi, por ndërkohë është dhe pjesë e kuvendit të madh të botës serbe. Dhe nuk është se i ka humbur lidhjet, po ashtu siç e thatë ju me të drejtë, po luan realisht me të ardhmen e tij, duhet të ardhmja e tij dhe me çfarë shikohet Mali i Zi patjetër do jetë në integrime. Por tani pesha i ka ngelur kishës serbe. Kisha serbe pothuajse në 700 e ca kisha, mos gaboj janë afër gati 800 kisha.
është absurd ky Esmeralda ku mendon territorin e tyre që është i mbathur me kaq, po megjithatë kisha të paktën është një vend respekti. Gati më shumë se 78% janë në autoritetin e kishës autoqefale serbe. Dhe vetëm për manastirin e Ostrogorskit që bëhet luftë shumë e madhe, por gjithsesi Malizi po mundohet që të marrë frym nëpërmjet atyre pak objekteve që ka dhe ka zgjedhur shumë mirë për të formuar identitetin e vet brenda kishës së tyre që për hir të vërtetës po lufton shumë me peshën e kishës serbe. Prandaj dhe zoti Mandić ja ka lënë peshën botës shpirtërore, e cila nuk njeh kufi civil dhe kufit administrativ të Bashkimit Evropian,